Po jeta ime ka pasur këto ndryshimet nga i cep të tjetri, po në të gjitha këto unë kam qenë njëti person. Çam bezdis mua nga sistemi aktual ku jetojmë është fakti që njerëzit futen për kuti. Po kam pas shumë fat për faktin që nuk kam pas një kuti ku ta fusja veten. Jam shumë krenar që çdo gjë e kam nisë me 0 lekë. Greenleaf është themeluar në 2014. Unë atë kohë merresha me banka. Kam qenë alokuar në Vjenë. Më merr një shok, edhe më thotë Gent, ti ke qenë ai çuni teknologjisë kur bashkëpunonin bashkë. Kam marrë një projekt madh, po s'ka asgjë interesante. Nis punoj dhe mos rrimë për lekët. Unë kam kohë do vi të njëjtën darkë. Të premtet shumë diela alokoja këtij projekti dhe më pas shkoja të hënën në 4 të mëngjesit për në Vjenë. Mbas 3 muaj që e bëja këtë gjë pa pagesë, miku im thotë Gent, kam krijuar një fond, kështu që krijoj një kompani. Edhe kjo ka qenë data 3 mars 2014, që unë e mbaj mundësi tani ditën që kam vajte QKR-ja ka qenë atë kohë. Kam hapur NIPT-in për Greenleafin. Hoqa dorë nga puna, që kisha një super punë. Do të kisha një karrierë ndërkombëtare, udhtoja nëpër Evropë, jetoja 3-4 muaj në vende ndryshme, jetoja në hotele me 5 yje, udhtoja çdo javë. Njerëzit do habiten tani kur po në atë kohë ndjeja që kjo gjë që duhet të bëja ishte dura. Të flija në orën 4-5 të mëngjesit ishte normale, zgjohesha në orën 8 ishte normale, pra dhe kur ti ke një biznes, ai biznes po ndihmon. Dhe ai të shpërblen për atë që ti je duke bërë për atë. Por si fillim ti do ta krijosh nevojën. Në 2007 unë themeloj një lokal quhej Summer Depa. Kur menaxhoj lokal ne kishim diku të 1000-1500 veta në natë. Ëndra ime ishte të kisha një mundësi që të masja sa po shpenzojnë në secilin tavolinë. Dhe unë mundohesha me hamendje ta krijoja këtë hartë. Unë gjithmonë kam pas të prirë analitike për t'i dhënë formë kaosit. Frutza kanë vetëm një objektiv, që çdo ditë jenë 1% better. Gati një vit e 2-3 muaj që është operative në treg në formën aktuale, është diku te 50.000 euro në muaj revenue, dhe është vetëm rritje. Kjo është një makinë që ngasi me gazin dras dhe kur fillon të rrihet vaj, fillojmë riparojmë në ecje dhe kjo vazhdon në ecën pak më tepër. Mos negociosh me parimet e tua, pra unë nuk shes asgjë që nuk e ha vet, realisht në familjen time dhe nuk pranoj jon, pra kur më thon Gent mos e bëj këtë se nuk ecën në Shqipëri, gjërat ecën në Shqipëri, shqiptarët janë njerëz fantastik, kanë shije të mirë. Në marketing kemi krijuar një super ekip, Viki e drejton. Na kanë ndihmuar të rritemi diku te 15-20%. Kësesi i çdo njeriu fillon nga guximi. Kur jena në jetë duhet të ketë role. Në moment jetës ti duhet ta drejtoj. Ose do të thotë që jam unë bosi i anijes. Qofse unë e shikoj që çdo njeri imi është i zënë, patjetër do shkoj pas tualetet. Qofse do ta kuja Gentin 20 vjeç, do ta pushafoja, do të thosha që gjitha bastet që ti kanë vënë kanë dalë me sukses. Kam kuptuar që nuk ka momente dështimi. Kur ti nuk e di kush drejtimi është i duri, çdo drejtim është i duri.